Për Kosovën, 2025 ka qenë një vit I ngarkuar, le themi, me sfida të mëdha, procese integruese, marrëdhëniet me ndërkombëtarët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe zgjedhjet përgjithshme të her pas hershme. Për ngjarjet më të rëndësishme të vitit, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me zotin Sadri Ramabaja. Zoti Ramabaja, të përshëndes edhe të uroj shëndet edhe suksese për vitin e ri. Gjithashtu edhe ty, faleminderit shumë. Cilat do të cilësoje si ngjarjet më të rëndësishme për Kosovën, për këtë vit që po lëm pas, zoti Ramabaja? Ka qenë një vit me ngarkesa të theksuara, që është e vërteta, edhe në rrafshin politik, por edhe në fushën e sigurisë. Ndoshta një rikapitulim I shpejt do të silte në sipërfaqe, pastaj ngjarje që do të mbahen mend dhe do të shenjojnë kthesa të jashtëzakonshme. Viti 2025 mund të cilësohet si një vit I brisht I Republikës që pretendoi të shndrohet në një republikë funksionale. Kishte një rrethim të plot, pothuajse. Blokim të plot, jo ngërç politik, por pati një blokim të plot, që për shumë çka do të mund të krahasoj me dhjetorin e vitit 1924. Shqipëria e vitit 1924 për shumë ka pasur elemente të theksuara me këtë pjesë të Shqipërisë së vitit 2025. Dallimi esencial është se atë botë, dërgimi e shaloneve ushtarake nga Beogradi me komandosët bielorus ishte disi I ligjshëm dhe nuk u kundërshtua nga komuniteti atëhershëm evropian. Ky vit ishte ashpërsim I masave deri në ekstrem. Pas dështimit të 24 shtatorit të vitit 23, agresionit hapur me qëllim aneksimin e veriut të Kosovës, pas një përballje të re që pretendonte ta silte në një situatë kaosi Republikën e Kosovës ajo e nëntorit të vitit 24, pra një vit pas agresionit, mbi kanalin Iber Lepens, që cilësohet me të drejtë si resurs jetësor për Republikën e Kosovës, infrastrukturë jetike, pasoj pas ringjallja e gjithë elementit bielogardist brenda Kosovës dhe për fat keq një sjellje të çuditshme të qeverisë Tiranës. Blokada shkoi duke u ashpërsuar përmes ashpërsimit të masave nga Brukseli. A mund të ndalemi pak, zoti Ramabaja, tek ajo që ekzistuat një qëndrim I çuditshëm I qeverisë shqiptare të Tiranës? Po, për shkak se le të kujtojmë që para fillimit të masave shtrënguese nga Brukseli për dorëzimin e qeverisë së Kosovës në raport me projektin serb në veriun e Kosovës, e para që aplikoi ato masa ishte qeveria Rama, duke hequr dorë nga një mbledhje përbashkët të qeverive projektuar për qershorin e vitit 24 pikërisht në Gjakov. Dhe më pas lëshimi terren I elementëve destruktiv të Kosovës, emrimi I tyre në pozicione drejtuese të shtetit, le të kujto ose këshilltar në pozicionin e këshilltarëve, qoftë të sigurisë, qoftë të politikës, dhe insistimi me këmbgulje për realizimin e Ballkanit të hapur si mekanizëm që përjashtonte Republikën e Kosovës si subjekt I barabartë në kryes. Këto nuk kanë emër tjetër dhe ka ardhur koha që duhet ju a themi emrin e vërtet. A janë këto zgjedhjet të dhjetorit tashmë një leksion edhe për qeverinë e Tiranës? Po besoj se po.
reagimi i butë, i arsyeshëm dhe me kohë i kryeministit Rama më jep të shpresoj së paku se ai ka marrë leksionin e duhur. Cili është leksioni që duhet mësojmë nga zgjedhjet e fundit në Kosovë? Se vullneti politik i qytetarëve të Kosovës nuk guxon të përbuzet dhe nuk guxon të shkelet. Se politika që ka interes nacional, ruajtjen e tërësisë territoriale të kombit shqiptar, sepse veriu i Kosovës e kam përsëritur sa herë, nuk është interes jetik vetëm i Republikës Kosovës, por është interes i gjithë kombit. Se kjo gjeografi nuk guxon më të rrudhët, sepse shqiptarët nga 4 vilajete që kishin në periudhën e lidhjes së Prizrenit, rrezikonin ta humbasnin pjesën më vitale, veriun e Kosovës. Dhe në këtë drejtim populli nuk të falë. Gjithë ata që kanë investuar në shtrirjen e sovranitetit të Republikës Kosovës në gjithë territorin, e kam fjalën për qeverinë aktuale. Të gjithë ata që investojnë edhe çdo gjë, edhe emocionalisht, në ruajtjen e këtij interesi jetik, populli din t'i shpërblej dhe din t'i ndoshkoj, jo vetëm emocionalisht, po edhe me votë, ata që bien ndesh me këtë interes. Qartë. Zoti Rama Baja, meqense u ndalën disi tek zgjedhjet e fundit përgjithshme në Kosovë, kush e shkaktoi ngërçin, zoti Rama Baja? Kush do të mbajë përgjegjësi për gjithë ato muaj ecejake me tentativa për të konstituuar institucionet që dështonin nga dita në ditë? Nuk kishim të bënim me ngërç, kishim të bënim me një blokadë të paramenduar. Nga kush? E të mbështetur fuqishëm nga Beogradi. Dhe këte do duhet ta thoshin më shpejt institucionet tona të sigurisë. Por nuk mund ta thonë derisa në krye të institucioneve të sigurisë është një drejtoresh që vizitën e parë e bën pikërisht në Beograd, në cilësinë e drejtoreshës së shërbimit informativ shqiptar. Po thoni ka përdorur klasën politike opozitarët Beogradi? Për fat keq, opozita në Kosovë është në kurth, është në duar të oligarkëve që janë të lidhur me 1001 fije me Beogradin. Për fat keq, një pjesë e politikanëve në krye të opozitës nuk kanë qenë të ndërgjegjshëm për këtë çështje. Madje kanë luajtur në agjendën e luftës hibride duke e cilësuar Kurtin si person politik që ndjek agjendat ruse e tjere e serbe. Prandaj kjo periudhë një vjeçare nuk ka qenë ngërç politik siç e cilësonim me eufemizëm gjatë gjithë vitit. Ka qenë thjesht një blokadë e paramenduar dhe e studiuar mirë dhe e thënë shprehimisht madje edhe nga disa element përgjegjës në drejtimin e PDK-s dhe LDK-s. Jo më larg se një javë më herët, njëri prej drejtuesve për fat keq, politikan i ri i Partisë Demokratike, e cilësonte blokadën si krenari të PDK-s. Jam krenar që ja arritëm që për një vit mos lejonim krijimin e qeverisë Kurti 3, kështu tekstualisht u deklarua. Zoti Rama Baja, ecim me ngjarje tjera të rëndësishme. Ecim tutje. Zgjedhjet, ngërçi, tensioni shpeshherë me ndërkombëtarët tjetër, çfarë ka përjetuar Kosova dhe cilat kanë qenë pasojat nga këto ngjarje të rëndësishme? Mendoj se njëri prej sukseseve më të mëdha pas krejt kësaj ka qenë pozicionimi i qartë i politikës kosovare në drejtim të funksionalizimit të Republikës Kosovës, në drejtim të promovimit të dinjitetit në politikën e jashtme dhe trajtimin e Kosovës si subjekt i barabartë në tryezat e diplomacisë. Duke kthyer kështu Kosovë, ja ka arritur relativisht mirë, sepse siç tashmë jemi në dieni, janë hequr masat e padrejta të Bashkimit Evropian që ishin imponuar nga element pro Beogradit brenda Bashkimit Evropian, e tashmë që Borrell dhe Lajçak kanë qenë element pro Beogradit, e kanë qartë edhe në Bruksel dhe është paralajmëruar heqja e tyre plot në fund të janarit. Brukseli gradualisht
është duke reflektuar dhe besoj që këto zgjedhje, ky plebishit që është e vërteta, referendumi lloj të vet, i mundson edhe Brukselit të çlirohet nga miopia e skemave të dialogut promovuar që prej vitit 2011. Çfarë shkakton dhe këtë miopi, zoti Rama Baja? Se kemi ndryshim të qëndrimit në vetëm pak kohë, pra në një afat kohor shumë të shkurtër, apo jo? Gjithsesi gjeopolitika është në radhë të parë. Kosova konsiderohet si pika më dobët dhe pika më nga zlyese për një lloj letër lakmusi për Beogradin për ta tërhequr nga zona, nga orbita e interesit rus. Dhe për ta shpërblyer me kusht që ajo të tërhiqej nga sfera e interesit rus. Dhe në këtë drejtim ishte investuar tepër gjatë. Kur më në fund u pa që një diçka e tillë është e pamundur, sepse kemi parasysh një vit i tërë në Kosovë ishim në betejë me blokadën, ndërkaq në Serbi qytetarët demonstronin kundër një qeverie autoritariste fashiste. Dhe tashmë së fundi, madje me kërkesa të qarta që të shkëputet nga ndikimi i theksuar i Rusisë, sidomos në sferën e energjisë dhe ekonomisë përgjithsisht, është e vërteta. Dhe ky sukses i shndërrimit gradual të Kosovës nga një objekt që ishte trajtuar gjatë gjithë procesit në subjekt të drejtës ndërkombëtare është merite e kryeministit Kurti para së gjithash. Dhe këtë viti ta shpërblej qytetari me votën e vet. Po, a kemi regres me kthimin e kryetarëve në komunat e veriut Kosovës, zoti Rama Baja? Unë mendoj që promovimi i listës serbe si instrumenti i politikës së Beogradit për të vepruar brenda trupit të lënduar të Republikës Kosovës e që për qëllim kishte defunksionalizimin e Republikës dhe shndrimin e saj në një shtet të dështuar, gradualisht defunksionalizimi u ndrua me idenë, me strategjinë që të defunksionalizohet ky instrument. Dhe ai në rrafshin e qeverisë, në politikat makro, është defunksionalizuar, por për fat keq, për shkak të një sistemi gjyqësor të kapur, ai mbeti instrument që do të përballet qeveria në vitet në vijim, sepse është instaluar në 9 komuna, megjithëse duhet ta kemi parasysh se disa prej tyre janë thjesht fshatra të vogla dhe pa ndonjë ndikim të theksuar. Sidoqoftë, betejë me listën serbe duhet të vazhdojë dhe do të vazhdojë, por jo në rrafshin politik. Duket që ka përfunduar periudha e betejës në rrafshin politik dhe do të fillojë betejë në rrafshin juridik. Drejtësia e Kosovës tashmë do ta ketë fjalën e vet. Qartë. Përpara se të flasim për atë që do të ndodhë në drejtimin e Kurtit në vitet të mbi me qeverinë e re, doja një analizë të ndën në mënyrë sa më të përmbledhur të opozitës. Si ka dalë opozita nga këto zgjedhje? Një element i rëndësishëm për të garantuar sigurinë, kështu që ma do mendja që duhet i kushtojmë vëmendjen e dur situatës së saj. Ky plebishit i 28 dhjetorit i ka krijuar një hapësirë të mirë daljes në skenë të një force politike të djathtë reale. Skenës politike shqiptare përgjithsisht, si në Tirana dhe në Prishtinë, i mungon një forcë politike e djathtë. Ne kishim në Kosovë fill pas përfundimit të luftës së dytë botërore modelin e kësaj force politike e ndëshen, pra Organizatën Nacionale Demokratike Shqiptare, që pretendonte të shndrohej në pionere të demokracisë në Evropën juglindore. Për fat keq, ajo u viktimizua edhe nga miqtë tanë. Ringjallja e një strukture të tillë të djathtë ka ardhur koha që tash lidhja demokratike me këto zgjedhje del humbsja më e madhe dhe ajo tashmë shkon drejt historisë. Përpjekja për ta ringjallur është një investim i kotë, thjesht humbje kohe. Ndërkaq ka gjasa që të rifreskohet, ringjallet Partia Demokratike dhe të shndrohet në një parti, si që thash, të djathtë reale. Por ajo du të çlirohet nga brenda, nga oligarkët,
dhe duhet shndrohet në një parti të mirëfillt, sepse aktualisht është më shumë korporat se sa parti politike. Në rast se nuk e bën, edhe ajo shkon drejt historisë dhe i lëshon hapësirë të plot daljes në skenjë force të re politike. Zoti Rama Baja, në fund, çfarë prisni nga qeveria e re, Kurti? Unë pres që të shkoj tutje, sidomos në mbarshtrimin e shtetit të së drejtës, dhe në zhvillimin ekonomik. Paralajmërimet janë të fuqishme, vettingu tashmë është proces që nuk ndalet dot. Këshilli prokurorial që në shkurt pritet që të marrë rrugën e zgjidhjes, ndërkaq investimet kapitale, sidomos në fushën e energjisë, në bujqësi, në ngritjen e digave, 5 sosh janë paralajmëruar që do të fillojnë së ndërturi, por dhe në investimin e arsimit dhe në përmirësimin e kualitetit të tij, çka është imperativ për ndaljen e rinisë, sepse plaga më e madhe e çdo dy republikave tona është emigrimi i rinisë. Dhe kësaj plagë, kësaj rrjedhe, kësaj hemorragjie duhet t'i japim fund. Zoti Rama Baja, të përshëndes, të falenderoj edhe një herë gëzuar vitin e ri. Gëzuar, mirupafshim, gjithë mirat në 26-ën. Mirupafshim. Shkëputemi edhe një herë për fare pak publicitet, do të rikthehemi e do të flasim për zhvillimet në botë, ngjarjet më të rëndësishme që kanë shoqëruar 2025-ën. Vetëm pas pak. Çdo ditë nis kështu.